Pavarësisht dëshirës së tij të madhe për të qëndruar në Campesi Calder, Cristian Aslani e ka vetë në dorë fatin, të paktën kështu shkruan Corriere dello Sport. Ai ka në dispozicion 2 muaj nga tani deri në fundin e sezonit për të treguar vlerat e tij dhe për të siguruar qëndrimin në Milano. Ish-lojtari i Empolit në fillim ishte në ndjenjën e Brozovicit te tani në ato të Çalhanoglut. Kurrë nuk ka arritur që të ketë një rol të mirë përcaktuar. Projektorët në kabinën e regjisë kanë qenë gjithmonë të ndezur në fytyrën e të tjerëve dhe kur ai është thirrur në apel nuk ka dhënë shumë garanci, detaje që në fakt nuk japin shpresë për qëndrimin. Në fillimin e kampionatit duket vështirë që ai të marrë një rol protagonisti sepse Çalhanoglu është rikthyer vendimtar dhe për më tepër si në gjysmëfinalen e Kupës së Italisë dhe në çerek-finalet e Championship është diskualifikuar për shkak të kartonëve. Por për shkak të rotacionit të pushimit ai mund të marrë minuta si titullar kundër Parmës në fillimin e prillit. Është normale që Inzaghi t'i japë besim. Në rast se Aslani do të largohet në fundin e sezonit, përdrajtuesit si Calder do të hapet punë për të gjetur një tjetër mesfushor. Përveç ëndrrës Niko Paz që në fakt konsiderohet pasuesi i Mkhitaryanit te Suçicit që ka ardhur për Fratezin, duhet një tjetër mesfushor. Mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë nga tani deri në fundin e sezonit për mesfushorin e kombëtares shqiptare.